Në periudhën e festave të fundvitit, librat vijojnë të jenë pjesë e zgjedhjeve për dhurata, me prirje dhe preferenca të ndryshme nga lexuesit. Libri vazhdon të jetë dhuratë e dashur, ka interes, normal që ka interes, edhe është diçka e bukur. Që dominojnë më shumë janë librat për fëmijë, faktikisht, po ka edhe për të rritur, domethënë, si për moshat të reja, për moshat e rrituna, domethënë, që mund të jenë pjesë e historisë ose romance. Kurse tek fëmijët dominojnë më shumë pjesa enciklopedive, që janë diçka i thjeshtë më masive dhe kanë edhe më shumë informacion. Edhe pse sot përdoren rrallë, kartolinat vijojnë të shoqërojnë libra si dhuratë për ata që i ruajnë si simbol dhe nostalgji të festave. Një urim ose një kujtim metet në libra dhe zakonisht shumica e shkruajnë në libër urimin ose dedikimin që i bëhet për librin. Po edhe kartolina ka vlerësimin e vet patjetër. Librat e zgjedhur me dashuri bëjnë festat edhe më të veçanta. Kam marrë 2-3 libra për fëmijë për të uruar besën time shumë të dashur, Arjan, që mëson shumë dhe jam shumë e lumtur që këto libra të shpërndahen sa më shumë në fëmijët e shkollave tona dhe t'ju uroj gëzuar vitin e ri, një vit i mbar me suksese, me gëzim, me lumturi. Libri vijon të ruaj vlerën e tij simbolike gjatë festave, duke u bërë jo vetëm dhuratë, por edhe i dashur për të gjithë.